Po t'ishte Kosova antare e Këshillit të Evropës, unë mendoj se të akuzuarit, krerët e UÇK-s do të përfitonin shumë kuptimin e shkeljeve me dy këmbët të drejtave më elementare të pandehurve. Kush flet në dokumentar për gjithë këtë proces të administrimit, një drejtësie mjaft të kritikuar që shkelis vetë standardet perëndimore mbi një proces të arsyeshëm kohor që do duhet ndodhë një gjykim në kohë të arsyeshme është drejt themelore e njeriu, që nuk ndodhi. Emrat e njohur të jurisprudencës tonë në Kosovë, duke filluar nga akademik Arsim Bajrami, i cili në kuadër të Akademisë së Shkencave ka bërë një studim mbi gjykatën speciale si një mashtrim dhe e vërteta mbi këtë gjykatë. Flasin edhe emrat e tjerë të njohur për publikun e gjerë, siç është Artan Qerkini, një avokat i nderuar, doktor i shkencave të jurisprudencës, i atashuar pranë dhomave specializuara, i ka shoqëruar dëshmitaret e ashtuquajtur të dyshuar. Pastaj flet Ardian Bajraktari, po ashtu një avokat i njohur, avokati i popullit Kosovës, i cili ka pasur telashe për takuar qoftë homologun e vet brenda dhomave të specializuara, ky është Naim Qelaj, flet edhe përfaqësuesi i institutit. Ishte kritik Qelaj shumë për mënyrën. Po, edhe përfaqësuesi i Institutit për Drejtësi të Kosovës, Ehat Miftaraj. Këta avokat, domethënë, përfshirë edhe akademikun, shpërfaqin gjithë prapaskenën e kësaj gjykate, si e qysh është krijuar, si ka devijuar nga ajo për çfarë ishte themeluar mbi bazën e raportit të Dick Martit dhe merr krejt orientim tjetër. Unë mendoj se këta me argumentat që kanë prezantuar, nga ajo çfarë është parë në këto 5 vite gjysmë të procesit, edhe pararëndës, edhe kur ka filluar shqyrtimin e themel me 3 prill të vitit 2023, argumentojnë fuqishëm dhe hedhin poshtë, siç kanë hedhur edhe dëshmitarët e mbrojtjes, çdo pretendim të prokurorisë e cila mundohet që përmes akuzës që ngarkojnë ish-krerët, ato të njollosin edhe UÇK-n dhe vlerat e saj. Unë mendoj se dokumentari, nëse ndiqet nga opinioni profesionist, po edhe nga opinioni i gjerë publik, do të marrin informacion të mirëfillt mbi gjitha prapaskenat e kësaj gjykate, mbi gjitha pretendimet që ngre prokuroria, e cila thuaj se çdo akuzë e mbështet në prova të marra nga Serbia. Jack Smith, i cili ka qenë në kryet e kësaj prokurorie të dhomave specializuara në kryet të herës, ai para se të ngrente akuzën, para se ta bënte publike njoftimin për akuzën në qershor të vitit 2020, ai takon ambasadorët e huaj në Kosovë dhe i paralajmëron se sipas indicjeve thotë që kam unë, këta të akuzuar mund të marrin dënime maksimale, të përjetshme. Të njëjtën gjë pastaj, kur akuza bëhet publike, ja ka transmetuar në një bisedë brenda ambienteve të gjykatës speciale edhe gjyqtarit të procedurës paraprake, një francez i cili tashmë është në listën e zezë amerikane, se këta, sipas akuzës, do të marrin dënimin maksimal. Kështu që ky gjykatës i procedurës paraprake faktikisht ishte në një presion të jashtëzakonshëm, që nuk merrte në konsiderat asnjë lloj ankimimi që bënte mbrojtja e të akuzuarve. Gjithmonë mbështeste dhe merrte të mirëqena çdo provë ose ankimim që bënte prokuroria.